Transporti publik në qytetin e Fierit ka një paradoks jo pak të rëndësishëm, ku si një nga bashkitë më të mëdha të vendit, kemi njësi operative private të transportit publik që operojnë në transportin ndërqytetas, kryesisht në linjat që lidhin bashkinë e Fierit me bashkitë Roskovec e Patos, dhe njësitë e tyre administrative me njësitë administrative mbrojtësare Liborsi dhe zonat bregdetare në bashkinë Fier. Por në të njëjtën kohë nuk ekziston asnjë linjë brenda qytetit të Fierit. Çmimet e biletave janë të rregulluara në bazë të përcaktimeve kontraktuale që ofruesit privat kanë me bashkinë Fier për të sjellë një shërbim që kënaq qytetarin. Qytetarët që përdorin linjën e Patosit janë të kënaqur si me çmimin e biletës, ashtu edhe me kushtet e udhëtimit. Jam shumë i kënaqur, ka 100 lekë se me çmimet s'ka problem. Po. Jemi shumë të kënaqur. Ndërsa udhëtarët që udhtojnë me linjën që të çon në zonat bregdetare shprehen se fluksi i pasagerëve varet nga ditët dhe ata janë të paqartë për fluksin, pasi kjo është në varësi të ditëve të javës, ku fundjavat kanë më shumë fluks pushuesish. Edhe ngarkohet, edhe s'ngarkohet. Nuk e di me saktë, e kupton? Edhe ka edhe s'ka. Qytetarët presin linja të reja brenda qytetit të Fierit që do të poziciononin këtë bashki në një nivel të pranueshëm me bashkitë më të mëdha të vendit, siç janë Vlora dhe Tirana. Gjithashtu, kjo do të ishte një hap para në zhvillimin urban të qytetit.